Nga muaji tjetër, fermerët do të marrin në llogaritë e tyre rimbursimin me 10% për faturat e shitjeve të produkteve bujqësore. Gjatë një konference me gazetarët, ministri Petrit Malaj bëri thirrje për grumbulluesit që të lëshojnë faturat për fermerët, me qëllim që ata më pas të përfitojnë nga skema rimbursuese. Deri në datën 27 korrik pra të këtij viti, kemi pasur në total 2397 aplikime nga fermerët me një vlerë totale të kërkuar për kompensim në masën e 587 milion lekëve ose rreth 5.9 milion euro. Ndërkohë që nga vlera e faturave që ne shohim në sistem, shuma potenciale për kompensim është në masën 13.8 milion euro. Shumë shpejt pra ne do kalojmë në pagesa të menjëhershme që duhet filluar nga fillimi pra pas 30 ditësh nga fillimi i gushtit do të ketë pagesa drejt për drejta në llogaritë që fermerët kanë deklaruar në sistemin tonë. Malaj u ndal edhe të paqja fiskale duke ndarë të dhëna mbi interesin e bizneseve për të lidhur marrëveshje me administratën tatimore, duke rënë dakord paraprakisht për fitimin e tatueshëm dhe për tatimin që do të paguhet mbi të. Është aluduar dhe është spekuluar se po bëhet pastrim parash, parave të krimit, është një amnisti, ka evazion ose po lehtësohet evazioni fiskal. Më lejoni që t'ju paraqes shifrat. Në total subjekte që kanë aplikuar për paqen fiskale janë 62, nga të cilët të kualifikuar për të përfituar nga paqja fiskale janë vetëm 19, dhe nga këta 19, 15 kanë kërkuar që të përfitojnë nga paqja fiskale, pra që të paguajnë një tatim fitimi të reduktuar në masën 5%, në rast se fitimi të agorcuar me tatimet është mbi 18% i fitimit të vitit të mëparshëm. Sa i takon tregut të karburanteve, ku gjatë ditëve të fundit është regjistruar një rritje çmimesh, ministri Malaj tha se nëse situata vijon njësoj, do të shqyrtohet mundësia e rikthimit të bordit të transparencës.